Masat e sigurimit lidhen pikërisht me liritë dhe drejtat themelore të njerëzit. Dhe gjykata, çdo gjykatës, çdo gjyqtar ka detyrimin ligjor, detyrimin moral, detyrimin e drejtësisë që të fokusohet te liritë drejtat themelore të njerëzit. Që do të thotë, nuk mundet ti barazoj një individ I cili ja kanë thënë dhe disa nga këta ndërkombëtarë, disa herë gjyqtarëve shqiptarë, po në kushte jo të favorshme. Një individ I cili ka gabuar një herë në jetë dhe është para gjyqtarit dhe individëve të cilët kanë rrezikshmëri dhe e kanë rrugë shkuarjen para gjyqtarit. Flas për çështjet penale. Gjyqtarët shqiptarë 35 vite nuk kanë parë këtë kriter. Nuk kanë parë as kriterin ligjor, as kodin e procedurës penale fatkeqësisht. Çfarë kriteri kanë parë? Kanë parë disa kritere të tjera që kishin interesa ose politike ose interesa të tjera financiare ndaj individëve. Dhe kanë luajtur me këto lloj kushtesh. Gjyqtarët duhet të çojnë lajme shumë, sepse kur fillon fushat e mazhorancës. Ke kriteri financiare tha, kush ju ka ngroh xhepin e kanë pa për të ashtu. Apo jo? Ky është kriteri financiar, s'ka kriter tjetër. Por ka një problem. Në gjithë këtë histori, në një moment kur është ngritur shumë herë zëri nga avokatët kryesisht, që këtu ka shkelje dhe të lirive dhe drejtat themelore të njerëzit, politika nuk I ka konsideruar asnjëherë. Dhe kur kanë vdekur njerëz u përmendën emrat, është rasti Qamil Zelos, unë kam ndjekur tragjik në Lushje, që një njeri I cili kurrë s'kishte pas probleme në jetë, pikërisht për një faturë të cilën nuk e kishte paguar dhe ja kishin ndërprerë dritat, se tha kryeministri para pak ditësh që s'ka tha vepër penale për mos pagim fatura, ka kur ti rilidh dritat, sepse ke nevojë për një poçë atje ke shtëpia dhe ti kanë prerë një herë se si ke paguar 30-40.000 lekë, se si ke pas, ose nuk e di çfarë problemi ke pas. Dhe shkoi dhe u përball me zvarritje të pafundme me arrest, me 2 arreste në Vetë burg. institucionat e shtetit që drejtojnë në Rama, nga 2013 deri tash kanë 120 milion euro borxh dritave. Jo, po duhet të thënë për qytetarët, se Ty shteti në burg, apo se le shokoli po. shumica e personave që kanë vuajtur arreste në burg kanë qenë qytetarë të thjeshtë, njerëz të cilët nuk kanë pasur asnjë lloj mbrojtje. Fukarënë dhe asnjë lloj mbrojtje. 90% nga pamundësia.